për t'i dhënë një përgjigje kësaj katastrofe ekzistenciale, demografike të shqiptarëve në Shqipëri, Partia Demokratike mendon se duhet fillohet këtë vit me buxhetin për fëmijët që lindin dhe për fëmijët. Fëmia i parë të ketë një trajtim mujor 60 euro në muaj. Fali 1.000 euro në muaj. 1.000 euro. Fali. Fëmia i dytë 2.000 euro. Fjala për në vit. Fëmia i tretë 3.000 euro. Bonus. Fëmia i katërt dhe më shumë 5.000 euro bonus. Të gjitha këto të llogaritura për për 30.000 lindje në vit shkojnë 60 milion euro. Sepse ne kemi përllorit dhe kostot e kësaj ndërhyrje. Bonusi mujor për fëmijët e lindur, ato ishin bonus i përnjëshëm, bonusi mujor për fëmijët e lindur, me këtë buxhet, do me thanë në vitin 2026, të jetë 50 euro për çdo fëmijë deri në moshën 6 vjeç. €60 për çdo fëmijë në moshën 6 deri në 18 vjeçare. Vlera në vit për 30.000 lindje i bie të jetë 15 milion euro. Zero pagesë për fëmijën e tretë, apo më shumë për çerdhe dhe kopshte. Të gjitha i paguan shteti. Të paktën, me këtë mbështetjen, të paktën 15.000 fëmijë në vit dhe shuma e nevojshme nga buxheti për këtë mas është 5 milion euro. Rimbursim të ilaçeve për fëmijën e tretë apo më shumë në masën 120 euro në vit. Të paktën 8.000 fëmijë përfitojnë nga kjo dhe shuma është 1 milion euro në vit. Rimbursim ilaçesh. Rimbursim i plot, fani.